Rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 28 dhjetorit po japin sinjale të qarta. Derisa janë numruar afro 30% të votave për deputet, top 5-shja e partive po formohet. Në krye të listës së kandidatëve më të votuar të LVV-s është Albin Kurti me 89.529 vota, ndjekur nga Glau Konjufca me 69.847 vota. Hekuran Murati me 36.214 vota, Albulena Haxhiu me 36.203 vota dhe Donika Gërvalla me 31.628 vota. Nga PDK, 5 më të votuarit janë Bedri Hamza me 40.640, Arjan Tahiri me 90.561 vota, përparim Gruda me 18.145 vota, Uran Ismaili me 14.401 vota dhe Sala Jashari me 13.077 vota. 5 më të votuarit deri më tani nga LDK janë Lumira Abdilgjiku me 19.357 vota, Hykmete Bajrami me 12.588 vota, Ukrugova me 10.841 vota, Avdullah Hoti me 9.693 vota dhe Doarsa Kica Gjelili me 9.679 vota. Kurse nga AAK, 5-shja më e votuara deri tani është Ramush Haradinaj me 10.036 vota, Daud Haradinaj me 6.194 vota, Besnik Tahiri me 6.042 vota, Bek Berisha me 4.402 vota dhe Time Kadriaj me 4.171 vota. Numrimi po vazhdon, ndërkaq rezultatet mund të ndryshojnë deri në përfundimin e plotë të gjitha votave. Për më shumë informata rreth rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, vazhdoni të klikoni në portalin telegrafi.com.